madje duke postuar edhe nga Kosova dhe gjitha indicjet kanë qenë pikërisht për faktin se Alba mund të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosovës. Tek ferma VIP ajo ka qenë një konkurrente shumë rezistente, por më prishi pak atë ecurinë e parashikimit tim në momentin kur vendosi ta lë fermën për gjysmë. Ndoshta ka qenë presioni shumë i madh, ajo ka qenë përballë personazheve si Big Mama, ka qenë përballë Frederik Nocit e të tjerë të cilët ju vun përballë asaj dhe nuk e linin të bënin xhap. Shpeshherë kanë kaluar edhe në ofendime. Nuk është se Alba nuk ishte provokuese, provokimet e saj ishin të niveleve më të larta. Por edhe lufta e Albës përballë gjithë grupit ka qenë shumë e fortë. Aty lindi dhe historia e dashurisë, nuk e dim nëse do jetë edhe limi në Big Brother VIP Kosova, por nëse do zhvilloja histori do ishte një gjë shumë e bukur, sepse është një gjë si thua e lënë për gjys. Doli Alba, ishte personazh shumë i fortë, ishte personazh ku Prime merrej shumë gjatë me Albën, jo vetëm kaq, pa ajo bëri edhe disa ngjarje se kur ishte në shtëpinë e limit doli, ishte një femër tjetër u bë xheloze, pra ajo jepte material produksionit të fermës edhe pas si doli nga aty që të kishte për çfarë fliste dhe merrte vëmendje duke qenë thjesht në koltukun e studios. Megjithatë, mendoj se mund të ketë edhe një pendes nga Alba dhe ka thënë, dua të hedh zaret edhe një herë, dua të jem edhe një herë pjesë e një reality show kësaj radhe, ndoshta Big Brother VIP Kosova. Alba Pollozhani do mbahet mend sepse ka lënë disa të forta lart e poshtë, sipas mendimit të saj ka lënë deklarata, por që janë shumë të diskutueshme. Njëra prej tyre ka qenë kur thot po fliste për ngacmime seksuale dhe tha kur dikush një mashkull ngacmon një femër rrugës edhe është duke ecur me një makinë golf, atëherë quhet ngacmim seksual. Në qoftë se ai është duke ecur me Porsche, atëherë nuk është ngacmim seksual. Kjo është nga deklaratat që Alba Pollozhani pra